Unë jam njeri familjar, 2 djeli kam, që ajo është pasunia me madhe e njerit. Shumë keq që s'ka vajza, se shtojnë, kush ka vajza e ka botën. Baba e përkëdhejt ma shumë e do në gjinin femrore me vajzat, kurse nana gjinin ma shkollore. Vajzën që tërë du me përkra ma shumë se djalin. Qëtash që ka njësë ma shumë se për para mentaliteti shqiptar, e ke po gjithë herë kanë thonë ja djali, ose kur kanë mas pari kanë dëshiru me pas djal, se vajzë. O, qashtë, e sot pibi të pona e për vajzë. Në diaspora ato? Ola këto jetë, këto. Në mos kënë diasporë, se ko që kemi shumë diasporë. E ola drejtë me thonë këto i Prishtinës. A në konë që të momentet matë paharrume të jetës tënde? Kujtimet matë mira që i runë sot? Kujtimet matë mira? Ka shumë të kujtime. Da e një kujtimi të sovës nga jeta, një kujtimi që sot e runë, që e ki matë për samërt. Kur kam diplomu, në fakultetin, edhe jëmë punësu. Qaj është momenti më i miri. Edhe kuptohet, unë jam njeri familjar, 2 djeli kam, që është pasunia me madhe e njerit. Pasuria me madhe? Që është e thmija, pasunia me madhe. Prindi? Mas pari, kam një me të sekë që fëmija është pasunia me madhe. Ajo është dorat që do shtatë pekun janë prind nëse po? Dorat për Zotit. A nërgonë, kështu, vajza s'po s'ka po? Vajza nuk e, po? Jo, vajza s'ka më shumë keq që s'ka vajza, se shtojnë, kush ka vajza e ka botën. Me të vërtet, kush ka vajzë, jak mimi marë. Sa po të mungon pranim që mos ki vajza që s'ke? Allaj, mungesë e madhe është që s'ka vajzë. Mungesë e madhe, se dashni e qërë djellë dojnë veç sigur vajza që i donë prind, është... Edhe këta që kanë vajza e kanë provu e din që dashuria me madhe është e vajzës për prind. Edhe djeli mirë po, dashuria me madhe është e vajzës. Sa mirë një prind që të regonë sinceritet në intervistë, edhe pëse s'ka vajza, dhe më thonë, e vrenë mungesën? E vrenë mungesën që e vajzave. Ato është gabimi ola i prindëve. I shtajnë se o duft, du me vazhdu me këqyrë dhe i del vajzë. Allah e po, qashtë është. Mirë po, qashtë që ka shku zoti. Sot bashkët e herë, sa thotë, ta kishmi një vajzë, sa e diskutoni këto? Po, se unë e më dhe gjenasës moqme, kena dalë qatërëm, kërë në kanë masat e dhoshme, kërë në kanë qikë pej pune, kena dalë jashtë për rëndim, vitin 2000 janë këthy. A ke po njerë kur dalë jashtë edhe me ndonë, hajtë punoje, gjallënoje, që kur theme me pas një tes më të mirë, edhe lem familjen pak ma mrapa. A e sa pishman që ki lem pak mrapa familjen? Valaj, drejtë me thonë, ta shqyre pasuria me madhe është jenë të fëmit. Nuk bo me la njëri me 1, me 2, do 3, 4, që ka forë zote, sa ma shumë e pas fëmit, që është pasuria me madhe e njerit. Në që sot gjeneratët e reja janë pak përkushton për me pas një familje tradicionale, që shka qenë ma herë? Gjenerat e re, ta shke që me thonë veç shumë e kanë lënë. Që t'ja përshë, plot të rritë se kanë gajle asë që në të interesu me shumë pak. Shtojnë të mu martu, me kriju familje, aja është shumë gabim i madhë. Në kur sikur gjenerat e tona për para, ta shë një me pas, e lajnë me një, shumë kështu që... Përmenë vajzat në shoqëri. A mënon që ka dallime bëjnë të vajzat ma shumë edhe të djenë për shembull janë ma të përkthjelur djemë në familje tradicionale se vajzat? Kuptohet, baba e përkthejt ma shumë e do në gjinin femrore me vajzat, kurse nana gjinin ma shkollore. Ta krahasoj sot, këtë konë ku përjetojmë, a bëjnë dallime shumë, a i lojnë vajzat anash, a kanë përkraje vajzat? Dejte me thonë qaj njeri që është qështojnë të najtë thojnë një meqë ma shumë dhe të ndikushtu ma shumë kuptohet i kje vlasë kiqare, dhe të një dashtë se bashkë mirë, po vajza është, vajzën që tërë dhe me përkra ma shumë se djalin. A përkrahet mjaftu shumë një vajzë? Mëllaj dhe rritë me thonë, qëtash që ka njësë ma shumë se për para mentaliteti unë, që ka qenë mentaliteti shqiptar, e ke po gjithë herë kanë thonë ja djali, ose kur ka një mas pari kanë dëshiru me pas djali se vajzë. Mirë po tash që nuk kanë mush menë. E një gjithër do me onë si djali, si vajza, që që ka që zotë i nartë, është shtojnë jenë të barabatë. Bilim për vajzë ma shumë për gëzohën se për djeli. Për vajza se për djeli. Kaluaj ku kur një ko i binin të ponat për djemë? O, qashtë. E sot i bin të pona e për vajzë. Me pas vajzë. Kush ka vajzë? E ke po shpesh kur me dalë një alla kësha pas qëtë pari me qenë vajzë. A për pari ka qenë mentaliteti, i pari me pa ndjarë, e mandej
vajzë. Po duke të fundit kësaj bisede më dhënë një mesazh, një këshill për gjithë njerëzit që po na ndjekin kudo. Të me thonë kësha preferu prindet që të kenë kujdes sa ma shumë për fëmijët, mi po të kushtu fëmijëve ma shumë, edhe fëmijët mi kushtu prindve, që me pas një jetë ma të lumtur edhe ma të mirë. Që kjo. Të uroj më të mirat. Shumë faleminderit. S'ka gjë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe për mua, kënaqësi për ju. Kalosh mirë, shumë faleminderit.